Kozgjatja e parashikuar për çdo mësim në minuta. Mësimi 1 20 minuta, mësimi 2 20, mësimi 3 20, mësimi 4 10, mësimi 5 10, mësimi 6 40. Objektivat e aktivitetit. Të hapim temën dhe të njohim njëri tjetrin. Kozgjatja 15 minuta. Hapat e aktivitetit. Kërkoni nga pjesëmarrësit të zgjedhin një citat që ndjejnë se është afër tyre ose i rëndësishëm për ta. Kërkoni që ata të prezantojnë veten dhe të ndajnë me grupin cilin citat zgjodhën dhe pse. Pyesni ata pse pritshmëritë e tyre për këtë kurs dhe çfarë do të bëjnë për ta përfunduar me sukses. Në një letër flipchart shkruani fjalët pritshmëri dhe kontribut dhe kërkoni që pjesëmarrësit të shkruajnë përgjigjet e tyre në posta të vogla dhe pastaj t'i ngjisin në vendin e duhur. Në fund të kursit, nxirrini sërish këtë letër dhe diskutoni nëse pritshmëritë janë përmbushur dhe nëse pjesëmarrësit kanë shtuar ato që premtuan. Informacion shtesë. Enick Foot ishte një shkencëtare shpikse amerikane që kryen eksperimente pionere të lidhura me efektin ser mes shekullit të 19. Puna e saj hapi rrugën për të kuptuar se si dioksidi i karbonit dhe avulli i ujit ndikojnë në klimën e planetit tonë. Kontributet e Foot ishin përpara kohës së saj dhe vazhdojnë të jenë relevante në kontekstin e vetdijes për ndryshimet klimatike. Edith Clark ishte një inxhiniere elektrike dhe gruaja e parë që fitoi një master në inxhinieri elektrike nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts, MIT. Ajo revolucionarizoi teknologjinë e rrjetit elektrik duke zhvilluar metoda inovative për karakterizimin e linjave të gjata të transmetimit. Puna e saj përmirësoi ndjeshëm efikasitetin dhe besueshmërinë në sistemet elektrike. Maria Telkes. E njohur si mbretëresha e diellit, Maria Telkes ishte një shkencëtare dhe shpikse hungareze amerikane. Ajo bëri kontribute të rëndësishme në kërkimin për energjinë diellore, veçanërisht së mes të shekullit të 20. Telkes zhvilloi sistemet ngrose për shtëpi me energji diellore, furra diellore dhe paketa emergjente të desalinimit. Shpikjet e saj theksuan aplikimet praktike të energjisë diellore për përdorim të përditshëm. Profesoresh Merlina Palencia nga Filipinet është një shkencëtare mjedisore dhe kërkuese nga Filipinet. Puna e saj fokusohet në menaxhimin e qëndrueshëm të ujit. Ajo zhvilloi në proces organik për trajnimin e ujrave të ndotura dhe konvertimin e tyre në ujë të pastër të përshtatshëm për ujitje. Kërkimi i profesoreshës Palencia kontribon në adresimin e mungesës së ujit dhe promovimin e praktikave miqësore me mjedisin. Objektivi i aktivitetit: të kuptojmë kuptimin e sektorit të gjelbërt. Kozgjatja 5 minuta. Hapat e aktivitetit. Objektivat e aktivitetit: të ofrojmë për pjesëmarrësit një definicion të përgjithshëm. Kozgjatja 5 minuta. Hapat e aktivitetit: prezantoni slajdin. Informacioni shtesë. Teknologjitë e gjelbërta përfshin inovacione që fokusohen në përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore dhe efikasitetin e burimeve. Ato përfshin zgjidhje energjie të rinovueshme, si energjia diellore dhe erës, teknika të avancuara për menaxhimin e mbetjeve dhe materiale miqësore me mjedisin. Të dizajnuara me qëndrueshmëri në mendim, këto teknologji synojnë të minimizojnë gjurmët ekologjike, të ruajnë burimet dhe të promovojnë efikasitetin energjik. Ato janë thelbësore në përballjen me sfidat globale mjedisore, si ndryshimi i klimës dhe mungesa e burimeve, duke përfaqësuar një ndryshim të rëndësishëm nga praktikat tradicionale në alternativat të qëndrueshme. Për më tepër, teknologjia e gjelbërt po transformon biznesin dhe ekonominë
duke ofruar mundësi të reja për rritje dhe zhvillim. Ato sfidojnë modelet tradicionale të biznesit dhe inkurajojnë operacionet e qëndrueshmërisë, siç e tregon rritja e startupeve të gjelbërta dhe investimet në inovacionet e qëndrueshme. Megjithatë, avancimi dhe aplikimi i teknologjive të gjelbërta përballen me sfida si kosto të larta fillestare, kufizime teknologjike dhe barierat rregullatore. Pavarësisht këtyre pengesave, progresi dhe pranimi i vazhdueshëm i teknologjive të gjelbërta tregojnë një rrugë premtuese drejt një të ardhme të qëndrueshme. Objektivat e aktivitetit. Të ndihmojnë pjesëmarrësit të thellohen në temë. Kohëzgjatja 10 minuta. Hapat e aktivitetit. 1. Prezantoni slajdin. Pjesëmarrësit do të gjejnë disa kategori që i udhëzojnë ata të mbledhin shembuj praktik të lidhur me praktikat miqësore, me mjedisin, nga mjedisi i tyre, të cilat janë të rëndësishme për ta. Shpjegoni. Theksoni se këto janë fushat kryesore të sektorit të gjelbër që do të shqyrtoni më vonë. Ky aktivitet mund të ndihmojë në vlerësimin e njohurive të pjesëmarrësve për këto fusha. Puna në plenium. Pjesëmarrësit do të punojnë në grupe duke përdorur tabela të bardha flipchart. Ndani post. Jepni postit dhe kërkoni që ata të shkruajnë në një postim emrin e një shembulli praktik që njohin dhe vendodhjen, nëse është e përshtatshme. Në një postim tjetër, me ngjyrë të ndryshme, ata duhet të shkruajnë 1 deri 2 fjalë kyçe pse mendojnë se është një shembull i mirë. Postimi. Kur të jenë gati, ata do të ngjisin postat në kategorinë e duhur në tabelën e bardhë flipchart. Informacioni shtesë. Shembuj. Efikasiteti energjik, përdorimi i llampave LED, pajisjeve energji efikase dhe termostateve inteligjente për të reduktuar konsumin e energjisë. Burimet e energjisë së rinovueshme, panelet diellore, turbinat e erës dhe instalimet e energjisë hidraulike. Reduktimi i mbeturinave dhe riciklimi. Sortimi i duhur i mbetjeve, kompostimi dhe riciklimi i materialeve. Transporti i qëndrueshëm. Ciklizmi, ndarja e makinave, automjetet elektrike dhe transporti publik. Ruajtja e ujit, mbledhja e ujit shiut, riparimi i rrjedhjes dhe përdorimi i pajisjeve që kursen ujë. Produkte miqësore me mjedisin. Produkte pastrimi të biodegradueshme, çanta të ripërdorshme dhe fushat e dhëmbëve nga bambuja. Praktikat e ndërtimit të gjelbërt. Ndërtimi i ndërtesave me efikasitet energjetik, përdorimi i materialeve të ricikluara dhe përfshirja e çative të gjelbërta. Ushqimi lokal dhe organik. Mbështetje për tregjet e fermerëve, kultivimi i produkteve të vete dhe zgjedhja e produkteve organik. Ruajtja e biodiversitetit. Mbjellja e specieve vendase, krijimi i habitateve për kafshët dhe shmangja e pesticideve të dëmshme. Angazhimi i komunitetit, pjesëmarrja në pastrimin e mjedisit, ngjarjet e mbjelljes së pemëve dhe punëtoritë edukative. Objektivat e aktivitetit. Të ndihmojnë pjesëmarrësit të kuptojnë fushat kryesore të sektorit të gjelbër. Kohëzgjatja 5 minuta. Hapat e aktivitetit. Prezantoni slajdin. Paraqisni slajdin që thekson fushat kryesore në sektorin e gjelbër. Objektivat e aktivitetit. Të kuptojmë llojet e ndryshme të industrisë së gjelbërt. Kohëzgjatja 10 minuta për 7 lloje. Hapat e aktivitetit. Prezantoni shkurtimisht llojet e teknologjisë së gjelbërt. Jepni një përmbledhje të shpejtë për secilin nga llojet e teknologjisë së gjelbërt që do shqyrtoni në slajdet e ardhshme. Informacion shtesë. Teknologjia e gjelbërt përfshin një gamë të gjerë metodash prodhimi dhe konsumimi. Ajo përfshin përdorimin e teknologjisë mjedisore për monitorim,
vlerësimin dhe adresimin e ndotjes përmes përpjekjeve të parandalimit, kontrollit, rikuperimit dhe restaurimit. Llojet kryesore të teknologjive të gjelbërta: energjia e rinovueshme, efikasiteti energjetik, menaxhimi i mbetjeve dhe riciklimi, bujësia e qëndrueshme, transporti i pastër, ndërtimi i gjelbërt. Vijon nga slajdi më parshëm. Për të mësuar më shumë, ja disa burime: energjia e rinovueshme, efikasiteti energjetik, menaxhimi i mbetjeve, riciklimi. Për të mësuar më tej, ja disa burime për energjinë e rinovueshme, eficiencën e energjisë, menaxhimin e mbetjeve dhe riciklimin. Objektivat e aktivitetit. Shikoni përfitimet e përgjithshme në industrinë e gjelbërt. Kohëzgjatja 5 minuta. Hapat e aktivitetit. Shpjegoni shkurtimisht kuptimin e 3 P-ve për grupin. Informacioni së fundit. Çfarë do të thonë këto shtylla? Qëndrueshmëria mjedisore përfshin menaxhimin e burimeve dhe reduktimin e ndotjes. Qëndrueshmëria sociale fokusohet në barazinë, drejtësinë dhe mirëqenien e komunitetit. Qëndrueshmëria ekonomike kërkon që bizneset të balancojnë fitimin me konsideratat mjedisore dhe sociale. Këto shtylla udhëheqin zhvillimin e qëndrueshëm dhe ndikojnë në objektivat global të qëndrueshëm. Objektivat e aktivitetit. Shikoni përfitimet e përgjithshme në industrinë e gjelbërt. Kohëzgjatja 5 minuta. Hapat e aktivitetit. I jepni një përmbledhje të shkurtër të përfitimeve të inovacioneve të teknologjisë së gjelbërt. Lejojini pjesëmarrësit të shtojnë nëse kanë aspekte të rëndësishme për temën. Informacioni së fundit. Reduktoni konsumin e energjisë. Duke përdorur procese dhe materiale që kursejnë energji, mund të ulim ndjeshëm konsumin e energjisë dhe të minimizojmë gjurmën tonë të karbonit. Përmirëson dizajnin dhe performancën e produkteve. Për shembull, automjetet elektrike kombinojnë teknologjinë më të avancuar me reduktimin e emetimeve. Redukton mbeturinat dhe promovon riciklimin. Duke ripërdorur materialet dhe minimizuar mbeturinat, kontribojmë në ekonominë qarkulluese dhe reduktojmë presionin mbi burimet natyrore. Lehtëson bujësinë miqësore me mjedisin. Këto qasje rrisin prodhimin e të korrave, duke minimizuar njëkohësisht ndikimet negative në mjedis. Objektivat e aktivitetit. Të ofrojmë një input mbi sfidat e teknologjisë së gjelbërt, duke eksploruar perspektiva të ndryshme. Kohëzgjatja 5 minuta. Hapat e aktivitetit. Organizojmë brainstorming. Para se të prezantoni përshkrimet, organizoni një aktivitet të shkurtër grupi brainstorming. Ndarja në grupe të vogla. Ndani pjesëmarrësit në grupe të vogla duke u caktuar role si investitor, politikbërës, konsumator dhe inovator. Diskutimi i sfidave. Çdo grup diskuton sfidat që perceptojnë nga perspektiva e rolit të tyre për 2 minuta. Ndani njohurit. Më pas, ndani njohurit për të nxitur një kuptim të gjithanshëm mbi sfidat e teknologjisë së gjelbërt për 2 minuta. Përdorni letra flipchart për të prezantuar slajdet. Objektivat e aktivitetit. Kuptoni sfidat e inovacionit të teknologjisë së gjelbërt. Kohëzgjatja 5 minuta.
Hapat e aktivitetit: prezantoni shkurtimisht sfidat e inovacionit të teknologjisë së gjelbërt dhe lejoni pjesëmarrësit të shtojnë nëse kanë aspekte të rëndësishme për temën. Informacion shtesë: ndërsa teknologjitë e gjelbërta ofrojnë shpresa të mëdha, ato përballen me disa sfida. Sfida teknike: nevoja për inovacion të vazhdueshëm për të përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin. Sfidat ekonomike: kostot fillestare të larta të investimit mund të jenë një barierë. Adoptimi i gjerë: ka sfida në arritjen e një adaptimi të gjerë dhe integrimi në sisteme të infrastrukturës ekzistuese. Pengesat rregullatore: këto pengesa që ndryshojnë nga rajoni në rajon mund të pengojnë zhvillimin dhe zbatimin e këtyre teknologjive. Pranimi publik dhe njoftimi: pranimi dhe ndërgjegjësimi publik mbeten kritik për adaptimin e gjerë. Edukimi dhe angazhimi: nevojiten për të tejkaluar keqkuptimet dhe rezistencën ndaj ndryshimit. Tejkalimi i këtyre sfidave është thelbësor për integrimin e suksesshëm dhe maksimizimin e potencialit të teknologjive të gjelbërta. Vijon nga slajdi më parshëm. Përmbledhje e sfidave të inovacionit dhe teknologjisë së gjelbër. Inovacioni në teknologjinë e gjelbër përballet me sfida të shumta, përfshir nevojën për përmirësim të vazhdueshëm të efikasitetit, kostot fillestare të larta të investimit, pengesat rregullatore dhe pranimit publik. Këto faktorë mund të ndikojnë në adaptimin dhe implementimin e suksesshëm të zgjidhjeve të gjelbërta. Më poshtë keni lidhje për lexime të mëtejshëm nëpërmjet linqeve. Ndjekje nga slajdet e mëparshme. Më poshtë burime për lexim të mëtejshëm për pjesëmarrësit, pas dhënies së një përmbledhje të sfidave të inovacionit të teknologjisë së gjelbër. Aktiviteti brainstorming për sektor të veçantë. Qëllimet e aktivitetit: të eksplorojnë dhe të gjenerojnë ide inovative për teknologjinë e gjelbër specifike për sektorët e tyre përkatës: ndërtesa, energjia, transporti dhe bujqësia. Koha e aktivitetit: 15 minuta. Hapat e aktivitetit: konteksti: filloni duke shpjeguar se sesioni do fokusohet në teknologjitë e gjelbërta specifike për sektorët. Grupet: pjesëmarrësit ndahen në grupe më të vogla sipas sektorëve të interesit: ndërtimi, energjia, transporti ose bujqësia. Pyetje dhe nxitje: jepni nxitje ose pyetje të lidhura me secilin sektor. Për shembull, cilat janë sfidat kryesore që përballen në sektorin tuaj? Cilat teknologji të reja mund të kontribuojnë për të përmirësuar qëndrueshmërinë? Diskutimi në grup. Në grupet e tyre, pjesëmarrësit diskutojnë nxitjen dhe gjenerojnë ide. Inkurajoni mendimin e lirë, ide të çuditshme dhe zgjidhje jashtë kutisë. Përdorni teknika si hartimi i mendimeve, ideimi shpejt ose shkrimi në grup. Shkëmbimi i ideve. Pas brainstormit, grupet individuale ndajnë idetë e tyre me njëri tjetrin. Inkurajoni diskutime ndërsektoriale dhe feedback. Prioritizimi. Çdo grup prioritizon zgjidhjet më premtuese të teknologjisë së gjelbër brenda sektorit të tyre. Prezantime. Çdo grup prezanton idetë e tyre kryesore ose mund të krijojë një dokument përmbledhës në shtëpi si pjesë e mësimit të mëtejshëm. Aktiviteti. Aplikimi i teknologjisë së gjelbër në industri. Qëllimet e aktivitetit: të përmirësohet kuptimi i pjesëmarrësve mbi mënyrën se si teknologjia e gjelbërt po aplikohet nëpër industri. Koha e aktivitetit 15 minuta. Hapat e aktivitetit. 1. Praktik. Pjesëmarrësit marrin shembuj praktik që mund të shqyrtojnë. Induktoni shkurtimisht kategoritë. Shihni shembujt në slajdet pasuese. Zgjedhje e shembujve. Kërkoni nga pjesëmarrësit të zgjedhin shembuj praktik dhe të shqyrtojnë atë në detaje. Shembuj të tjerë mund të studiohen në shtëpi si pjesë e procesit të mësimit të mëtejshëm.
Reflektimi. Në fund të kursit, kërkoni nga pjesëmarrësit të shprehë 1 deri në 2 fraza se çfarë gjetën më të rëndësishme lidhur me shembuj praktik të zgjedhur si një mësim që do e marrin me vete. Informacion shtesë. Ndërtesa. Materiale të qëndrueshme. Në ndërtim, teknologjia e gjelbër përfshin përdorimin e materialeve të qëndrueshme. Këto materiale janë miqësore me mjedisin, energji efficient dhe të qëndrueshme. Shembujt përfshin çelikun e ricikluar, bambun dhe drurin e rikuperuar. Ndërtesa të zgjuara. Ndërtimi i gjelbërt integron teknologji të mençura për menaxhimin e energjisë, ndriçimin dhe sistemin VAC. Këto sisteme optimizojnë përdorimin e energjisë dhe reduktojnë mbetjet. Energjia. Burimet e energjisë së rinovueshme. Energjia e gjelbërt përfshin diellin, erën, hidroelektriken dhe energjinë gjeotermale. Këto burime reduktojnë varësinë nga burimet fosile dhe minimizojnë emetimet e gazave serë. Zgjidhje për ruajtjen e energjisë. Inovacione si bateritë e avancuara dhe ruajtja në shkallë të rrjetit rrisin efikasitetin dhe besueshmërinë e sistemeve të energjisë së rinovueshme. Transporti. Mjetet elektriket, EV. EV janë një shembull kryesor i transportit të gjelbërt. Ato funksionojnë me elektricitet, emetojnë më pak ndotus dhe kontribojnë me ajër të pastër. Përmirësimet në transportin publik. Sistemet e qëndrueshme të transportit publik, si autobusët dhe trenat elektrik, reduktojnë ngarkesën e trafikut dhe promovojnë udhëtimin miqësor me mjedisin. Bujqësia. Bujqësia precize. Teknologjia e gjelbërt në bujqësi përfshin mjete precize si traktori me GPS dhe dronët. Këto optimizojnë përdorimin e burimeve, reduktojnë inputet kimike dhe përmirësojnë rendimentet e kulturave. Kontrolli biologjik i pesticideve. Në vend të pesticideve kimike, bujqësia e gjelbërt thekson metodat natyrore për kontrollin e pesticideve, insektet e dobishme, rotacionin kulturor dhe mbjellja e shoqëruar si pjesë e kësaj qasje. Informacion shtesë. Brainstorming specifik për sektorin. Lehtësoni një sesion brainstorming ku pjesëmarrësit eksplorojnë mundësitë e teknologjisë së gjelbërt brenda sektorëve të tyre përkatës. Ofroni pyetje, sugjerime dhe inkurajoni mendimin krijues dhe bashkëpunimin. Ndërtimi. Materiale inovative. Merrni në konsiderat përdorimin e materialeve të bazuara në milenium, të rritura dhe këpurdha për izolimin e qëndrueshëm dhe komponentës struktural. Energjia. Diskutoni projektet e energjisë diellore për komunitetet ku banorët investojnë së bashku në panele diellore dhe kanë përfitimet të përbashkëta. Eksploroni konceptin e ishujve energjetik, që funksionojnë plotësisht me energji të rinovueshme. Ulëmtoni sistemet e ruajtjes së energjisë me rrota fluturësh dhe përfitime të tjera. Transporti. Mendoni mënyra për të inkurajuar pranimin e automjeteve elektrike EV, siç janë uljet fiskale ose zgjerimin e infrastrukturës së ngarkimit. Merrni në konsiderat programet e ndarjes së automjeteve EV për mobilitetin urban. Eksploroni realizueshmërinë e stacioneve të karburantit me hidrogjen dhe integrimin e tyre në rrjetet ekzistuese të karburanteve. Diskutoni algoritmet e optimizimit të trafikut të drejtuara nga AI që reduktojnë ngjeshjen e emetimit. Vazhdimi i slajdit të mëparshëm. Bujqësia. Hetoni teknologjitë e bujqësisë precize duke përfshirë domatet, dronët dhe sensorët për monitorimin efikas të lashtave dhe menaxhimin e burimeve. Eksploroni bujqësinë vertikale dhe hidroponikën në mënyra inovative për të prodhuar ushqim në mjediset urbane. Diskutoni praktikat e shëndetit të tokës si mbjellja e ambulesave dhe bujqësia pa plugim për të promovuar bujqësinë e qëndrueshme.
Ushtrimi i hartimit të përfitimeve për reflektim. Objektivat e aktivitetit. Të eksploroni përfitimet e inovacionit në teknologjinë e gjelbër dhe të inkurajoni mendimin kritik dhe praktik. Kohë zgjatja 10 minuta. Hapat e aktivitetit, pjesëmarrësit krijojnë një hartë mendore ose diagram. Në qendër shkruani inovacionin në teknologjinë e gjelbër. Degëzoni në 3 seksione: njerëzit, planet, profit. Pjesëmarrësit kërkohen të krijojnë përfitime specifike në secilin seksion, duke i lidhur ato me shembuj të teknologjisë së gjelbër, mundësisht nga praktikat e tyre të përditshme punës ose përfitimet e pritura nga idetë e tyre të inovacionit në mjedisin ose bizneset e tyre. Balancimi i prioriteteve. Aktivitetet për mësim të mëtejshëm. Objektivat e aktivitetit. Të fokusohet në përfitimet mjedisore përballë përfitimeve ekonomike të teknologjisë së gjelbër. Kohë zgjatja 15 minuta. Hapat e aktivitetit, ndani pjesëmarrësit në 2 grupe. Një grup që argumenton për përfitimet mjedisore dhe një grup që argumenton për përfitimet ekonomike. Çdo grup përgatit argumentet që mbështesin përfitimin e zgjedhur. Pjesëmarrësit mund të mbledhin aspekte për të 2 kategoritë. Grupi angazhohet në një debat miqësor, duke marrë parasysh 3 P-t: njerëzit, planeti dhe përfitimi. Pjesëmarrësit marrin shënime, inkurajoni mendimin kritik dhe negociatat midis grupeve. Qëllimet e aktivitetit. Të jepet kohë për pjesëmarrësit që të reflektojnë mbi situatat e tyre personale. Të mundësohet shkëmbimi dhe diskutimi mes bashkëmoshatarëve. Kohë zgjatja, reflektimi individual 5 minuta. Prezantimi i gjetjeve 3 deri në 5 minuta për pjesëmarrës. Hapat e reflektimit. Reflektimi, inkurajoni pjesëmarrësit të marrin disa minuta për të menduar rreth përvojave të tyre personale në lidhje me qëndrueshmërinë. Kërkojini të identifikojnë ndonjë moment aha apo ndonjë njohuri që kanë fituar gjatë sesionit. Shpërndarja e përvojës. Ftoni pjesëmarrësit të ndajnë reflektimet e tyre me grupin. Nxisni që të flasin për shembuj frymëzues apo histori suksesi që lidhen me praktikat. Inkurajoni dialogun, krijoni një mjedis të hapur ku pjesëmarrësit mund të angazhohen në diskutim mbi përvojat e tyre, të mësojnë nga njëri tjetri dhe të ndërtojnë një ndjenjë komuniteti rreth qëndrueshmërisë.